Banka Shqiptare e Zhvillimit pritet të krijohet me një kapital prej rreth 100 milion eurosh dhe të ketë kapacitet financimi deri në 1 miliard euro. Shifrat u dhanë nga Ministri i Financave Petrit Malaj në përfundim të mbledhjes së qeverisë. Ky institucion i cili është konceptuar për të ndërtuar me një kapital prej rreth 10 miliard lekësh ose 100 milion euro, është institucion financiar i cili do të ketë një potencial të plot për të financuar nga minimalisht 500 milion euro deri në maksimalisht 1 miliard euro. Koncepti i bankës është që të financojë ato sektor të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Malaj renditi edhe sektorët e identifikuar që kanë nevojë për mbështetje. Ndër sektorët kryesor që kemi identifikuar dhe që janë identifikuar dhe nga ky institucion, janë sektori i bujqësisë, është agropërpunimi, janë projekte infrastrukturore strategjike për vendin, janë SME-t, janë banesat sociale, është inovacioni dhe digitalizimi, si dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me energjinë, me eficiencën e energjisë e kështu me radhë. Ky është një institucion i cili do të jetë një vlerë e shtuar në tregun financiar shqiptar, do të jetë një institucion që do të jetë komplementar